Amir Abrashi ka vendosur të zgjas bashkëpunimin me Grasshopperin. Palët kanë zyrtarizuar kontratën e re deri në vitin 2027 për kapitenin e skuadras. Dhe pse Abrashi duhet të përballonte një dëmtim të rënd për këtë sezon, klubi vazhdon ta preferojë në skuadër. 36 vjeçari duket se do e mbyll karrierën në Zvicër, aty ku edhe nisi çdo gjë për të. Abrashi më parë ishte përfolur edhe për një kalim në kampionatin shqiptar, por asgjë nuk u konkretizua. Grasshopper është shtëpia ime, e ndërtova karrierën time këtu dhe i detyrohem shumë këtij klubi. Do të thotë edhe më shumë për mua të vazhdoj të jem pjesë e tij. Besimi dhe vlerësimi nuk janë diçka që e marr si të mirëqen, dhe jam shumë mirënjohës për to. Të gjithë e dinë sa shumë rreh zemra ime për Grasshopperin. Do të vazhdoj të jap gjithçka për klubin, u shpreh Abrashi për rinovimin e tij. Drejtori sportiv, Alain Suter, tha fjalën e tij pas vendimit për të zgjatur bashkëpunimin. Amiri mishëron në mënyrë të përsosur vlerat që përfaqëson Grasshopper. Mentaliteti i tij, përvoja dhe prania e tij kanë një vlerë të jashtëzakonshme për ekipin ton. Ai ka përjetuar të gjitha ulje ngritjet me klubin dhe gjithmonë ka treguar për kushtimin e tij të plot, u shpreh drejtori sportiv i Grasshopper për Abrashin.